Praktika e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni tregon se qytetarët në numër më të madh i vërejnë përmbajtjet jo etike dhe jo profesionale në media. Por pak prej tyre vendosen për të parashtruar ankesë deri te Komisioni për Ankesa pranë KEM. Pyetjes se ku më shpesh hasin informacione jo etike në media, qytetarët e anketuar në Shkup i përgjigjen. Pa od online portali. Dobro. Što najmnogo vi пречи кога ќе читате нешто онлайн или ќе гледате телевизија? Па најмногу ми пречи кога изјавуваат повеќе приватни информации за личностите, него ли самата поента на информацијата. И од телевизија и од интернет. Што најмногу ви пречи кога гледате телевизија или читате нешто онлайн? Лажни вести. Тајмк? Да. Океј. Дали таму гледате нешто што вие сметате дека не е етичко? Дали е тоа сензационалистички, навивачко нешто? Одбирам што читам, така да најчесто тие таквите работи ги одбегнувам. Искрено, доста е тешко да се најде реална и искрена платформа каде што информации може да се стекнат. Вести само стекнувам од социјални медии и платформи кои што се самостојни, кои што се некои невладени организации и така натаму. Од телевизијата повеќе гледам. Што најмногу ви пречи кога гледате телевизија или читате нешто онлайн? Политиката. Навик ми пречи. Има само политика, нема ништо друго на телевизија. Збор по збор или такви теми некои, мислам дека е заморно за народот тоа. Edhe pse vërejnë shkelje të rregullave për gazetari profesionale dhe të përgjithshme, një numër i vogël i bashkëbiseduesve tanë dinë që kanë mundësinë të parashtrojnë ankesë deri te Këshilli për Etikë në Media për shkelje eventuale të kodit etik të gazetarëve. Не сум знал. Па, искрено не знаев. Ма ndonjë hap konkret në këtë drejtim s'kam menduar asnjëherë. Мило ми е што постојат такви организации. Deri te Këshilli për Etikë në Media, në vitin 2023 janë parashtruar 132 ankesa, pothuajse 2 fish më shumë nga viti paraprak, nga qytetar, organizata jo qeveritare dhe institucione për shkelje eventuale të rregullave për raportim profesional. Madje 110 prej tyre u drejtohen internet portaleve. Neni që shkelet më së shpeshti është neni 1 i kodit etik të gazetarëve, për publikimin e informacioneve të pasakta, të pakonfirmuara apo të njëanshme. Parashtroni ankesë deri te Këshilli për Etikë në qoftë se mendoni që një medium shpërndan lajme të pasakta, gjuhë të urrejtjes, informacione të njëanshme apo propagandë, senzacionalizëm apo mos respektim të privatësisë së qytetarëve. Më shumë për vetë rregullimin mediatik në Maqedoninë e Veriut, lexoni në sem.mk.